Një nga arsyet se pse ne zhgënjehemi më shumë sot është kjo. Kur ti e bën diçka të mirë për dikën, për shembull jep kohë, jep energji, respekt, dashuri, e bën me gjithë zemër, por thellë pret që kjo të kthehet në formë një falënderimi, mirënjohje, respekti, dashurie, vëmendje, dhe momentin që kjo nuk të kthehet, ti zhgënjehesh. Pse zhgënjehesh? Zhgënjehesh sepse ke jetu me pritshmëri. Unë po e baj diçka që mund të më kthehet, të marr diçka në këmbim. Dhe po ja lexoj një pjesë nga libri Biseda me Zotin, ku thot, të jetosh pa pritshmëri, pa ndier nevojën për rezultate të caktuara, kjo është liri, kjo është hinore, kështu jetoj unë. Kur ne bëjmë të mirë edhe e presim diçka në këmbim, ne jetojmë në ego. Kur ne bëjmë diçka të mirë, por jemi të lirë, nuk na intereson nëse na kthehet apo nuk na kthehet, ne jemi të lidhur me Zotin. Por ne kur e bëjmë një diçka të mirë për dikën, edhe zhgënjehemi, nuk zhgënjehemi me atë personin, ne zhgënjehemi me veten, sepse ne kemi jetuar me pritshmëri, po e baj diçka që të më kthehet ajo. Por ajo nuk është më një e mirë, ti nuk po bën një të mirë, ti po jep një borxh. Edhe borxhin zakonisht e presim që të na kthehet. Kështu që nëse nuk don mu zhgënjy herën tjetër, jepe diçka, por jepe pa pritshmëri.